Me rikthyer kështu në pjesën e tretë të mëzitës, do të diskutojmë për një vendim të administratës Trump që po përgatitet të revokoj vizat e biznesit dhe turizmit gati 200.000 shtetarëve të huaj që kanë aplikuar ose aktualisht janë në proces për të kërkuar azil në Shtetet e Bashkuara. Çfarë do të thotë kjo për emigrantët dhe sa preken edhe shqiptarët nga ky zhvillim? Për të marrë gjitha informacionet në një linjë të drejtpërdrejtë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, na lajmërohet gazetari Lulzim Mulliqi. Përshëndetje zotrin Mulliqi. Përshëndetje zotri Blendi, juve në studio, përshëndetje për të gjithë teleshikuesit e televizionit TV1 në Prishtinë. Faleminderit për ftesën. Çfarë do të thotë fillimisht për ta bërë qartë për gjithë shikuesit, pra revokimi i vizës për një person i cili tashmë ndodhet në Shtetet Bashkuara të Amerikës ose të paktën ka një kërkesë aktive për azil, pra i bie se i njëjti rrezikon deportimin apo thjesht humb statusin e një vizitori? Paraprakisht Blendi, presidenti Donald Trump është duke realizuar premtimet e veta siç kemi theksuar gjatë fushatës së tij zgjedhore pra për mandatin e dytë presidencial. Ai kishte premtuar elektoratit amerikan se një nga reformat që do të bënte në Shtetet Bashkuara të Amerikës pikërisht ishte edhe reforma në lemin e migracionit, kështu që presidenti Trump pra javën e kaluar nënshkroi edhe 2 dekrete presidenciale lidhur me shtetësinë amerikane, i cili pra mohon shtetësinë amerikane gjithë atyre të cilët kanë lindur pra nga gratë shtatzëna të cilët pra vinë nga territorit jashtë Shtetet Bashkuara të Amerikës, se është e quajtur turizmi i lindjes, pra ato gra shtatzëna të cilët pra kanë ardhur drejt Shtetit Bashkuara të Amerikës për të vetën qëllim, për të vetuar shtetësinë përmes mënyrës së lindjes së fëmijëve të tyre, që është një nga mënyrat kryesore të fitimit të shtëtisë dhe një nga mënyrat më të lehta. Tani me presidenti Donald Trump ka filluar pra administrata e tij të përgatitet të revokojë edhe vizat e biznesit dhe të turizmit shtetarëve të huaj, të cilët pra kanë aplikuar për azil ose ata të cilët ndodhen brenda territorit të Shtetit Bashkuara të Amerikës edhe të cilët janë duke kërkuar azil pra në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Sipas raportimit të mediave të këtueshme amerikane, qoftë gazetave të përditshme më të mëdha me tirazh më të lartë amerikane, pra siç është New York Times, Washington Post, Los Angeles Times, USA Today e të tjera, por edhe rrjetet televizive dhe agjencitë ndërkombëtare të lajmeve, theksojnë se ndoshta ky është revokimi më i madh i vizave gjatë administratës së presidentëve amerikan, ku pritet pra që nga ky vendim i administratës së presidentit Trump të revokohen rreth 200.000 viza për shtetasit e huaj, dhe ku pikërisht pra synohet revokimi për vizat e ashtuqutra B1 dhe viza B2, të lëshuara pra nga viti 2016 e deri në vitin 2026 nga persona pra që kanë kërkuar azil apo strehim në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po ashtu Departamenti i Shtetit ka njoftuar se vetëm gjatë 18 muajve të fundit ka revokuar rreth 175.000 viza për arsye të ndryshme që janë duke filluar nga dënime të rënda penale, kriminale e deri te kritikat publike ndaj politikave amerikane. Për dallim nga vizat e emigrimit të cilat lejohen të jetojnë përgjithmonë pra në Shtetet Bashkuara të Amerikës, që u lejohet pra një qëndrim permanent në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe të cilat janë të bazuara tek familja, të bazuara te punësimi për punëtorë të huaj e tjerë. Këtu qëllimi është tek vizat jo emigruese, ku janë të përcaktuara pra me kohë të caktuar, si viza B1 dhe B2 për pushime, vizita familjare ose trajtim mjekësor. Pastaj bën pjesë dhe vizat për studentët e ashtuqutra viza F1 dhe M1 për studime, pra për studentët që dëshirojnë të vijojnë studimet qoftë në shkollat e mesme, në kolegjet dhe universitetet e Shtetit Bashkuara të Amerikës. Ajo se çfarë në fakt po besoj që për te këtij informacioni ju intereson shqiptarëve është në rast se edhe këta preken nga këto revokime vizash. Po Blendi, informacioni është me ri se administrata presidentit Trump veç ka filluar përkohësisht pra të ndaloj intervistat për vizat emigruese në ambasadat dhe konsulatat amerikane në mbar botën, ku kjo është edhe një tjetër mas pra e vetë administratës së presidentit Trump për forcimin e kontrolleve ndaj emigracionit. Kështu pra Departamenti Amerikan i Shtetit
ka konfirmuar edhe një program të ri të ashtë për trajnimin e zyrtarëve konsullor dhe vendimi pra e zbatuar që nga fillimi muajit gusht, çka do të thotë kjo se ka filluar pra ndalimi i intervistimeve të mëtejshme për të gjithë ata aplikantët që dëshirojnë pra të aplikojnë për viza në drejtim të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Prandaj administrata e presidentit Trump ka vendosur pra në qendër të politikës së re amerikane edhe kriterin e njohur si public charge apo të ashtë një ngarkesë publike, sipas të cilit pra autoritetet amerikane mund të refuzojnë një vizë nëse vlerësohet se një person ka gjasë të bëhet i varur nga ndihmat publike amerikane. Pra qëllimi i presidentit Trump në këtë aspekt nuk është vetëm qëllimi politik, por është edhe qëllimi ekonomik, sepse Shtetet Bashkuara të Amerikës ndajnë një shumë të caktuar jashtëzakonisht është një kosto e lartë për buxhetin e Shtetit Bashkuara të Amerikës për të pranuar të gjithë ata të cilët vinë për pushime qoftë si vizitorë të përkohshëm apo pushime mjekësore për të realizuar qëllimin e tyre, pra për të kërkuar stajim apo azil në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po, Mulliqi, komentojmë pak edhe mbi këtë çështje. Administrata e Trump e konsideron, pra, përdorimin e vizës turistike për të aplikuar më pas për azil si abuzim të sistemit. Në anën tjetër, raportohet se ligji amerikan e lejon kërkesën për azil pas hyrjes në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, a nuk është pak sa kundërthënë se kjo, se çfarë po bën administrata e Trump aktualisht, marr parasysh se ligji aktual amerikan e lejon kërkesën për azil edhe pasi të futesh në SBA? Të themi të drejtën, një gjykat e cila vepron pra në pjesën njëgore të New Yorkut është marrë pikërisht me një vlerësim të tillë të kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë amerikane lidhur me ligjin e migracionit dhe ajo ka konstatuar se vendimet e administratës së presidentit Trump janë pra diskriminuese për të gjithë ata azilantët që dëshirojnë të kërkojnë azil apo strim në Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe ata kanë konsideruar se një gjë e tillë është kundërkushtetuese dhe e jashtëligjshme, sepse edhe drejta e azilit, edhe drejta e fitimit të shtetësisë amerikane përmes naturalizimit, pra janë të garantuara sipas amendamentit numër 14 të Kushtetutës amerikane. Prandaj ata kanë theksuar se vendimet e administratës së presidentit Trump janë në kundërshtim të plotë me Kushtetutën amerikane dhe ata mund të apelojnë tek Gjykata Federale e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Por presidenti Trump pra ka arritur që përmes dekreteve të tij presidenciale të bëjë ndërhyrje edhe në fushën e jurisdiksionit në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por nga ana tjetër dihet se shumica e atyre të cilët vinë pra si vizitorë në Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë edhe një qëllim tjetër, pra që të ndalojnë në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe të mos kthehen në vendin e tyre të origjinës për shkak se ishtekson ata të diskriminimeve të jetës së tyre, pra qoftë të cënimit të drejtave të lirive të drejtave të njeriut, pastaj të cënimit të lirive politike, ekonomike, sociale e kulturore. Këtu vlen të përmendet blendi se një numër i madh i atyre të cilët vinë në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe që kërkojnë stërrim politik janë pikërisht vendet nga Amerika Latine, ato vendet kur dihet se në to trajtat e regjimit politik pikërisht janë ato shtete autokratike, ku dihet se vendet të tilla për shembull si Venezuela, pastaj Kuba dhe Haiti, pikërisht janë vende diktatoriale, ku pikërisht populata e këtyre vendeve pra janë më së shumti në numër të cilët kërkojnë azil politik apo stërrim politik brenda Shtetit të Bashkuara të Amerikës. Por administrata e presidentit Trump ka shkuar edhe më tej, sepse ka filluar edhe procedimin e 256 rasteve të reja të revokimit përkatësisht të tërheqjes së shtetësisë amerikane, e cila, siç kemi theksuar më parë, ishte fituar me naturalizim. Për mbi 5 vite në Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe mënyra e fitimit të shtetësisë pra përmes naturalizimit është njëra nga mënyrat plotësuese të fitimit të shtetësisë, por që është më e vështirë pra për të marrë kjo mënyrë e fitimit të shtetësisë, se sa dy mënyra tjera të fitimit të shtetësisë, theksuar më parë që ishte ajo pra sipas përjardhës
ius sanguinis dhe sipas lindjes së fëmijës në territorin amerikan e ashtë quajtur ius soli, përderisa pra mënyra plotësuese e fitimit të shtetësisë mund të revokohet nga Departamenti Amerikan i Shtetit, nga Departamenti për Siguri Kombëtare dhe i Drejtësisë, në rast se personi i cili ka fituar shtetësinë amerikane arrin pra që të rrezikojë sigurinë kombëtare të Shtetit Bashkuara të Amerikës, të bëjë ndonjë akt kriminal ose ndonjë vepër të rënd penale, atëherë mund të vijë deri te revokimi i naturalizimit përkatësisht i shtetësisë efektuar me naturalizim nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Por nga ana tjetër, fitimi i shtetësisë përmes lindjes së fëmijës në territorin amerikan nuk mund të revokohet nga ana e administratës amerikane, dhe vendimin pra për revokimin përkatësisht të rrethinave e shtetësisë e jep gjykata qoftë e distriktit, gjykata e Shtetit të Unionit apo gjykata e lartë federale e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Po. Dhe një pyetje krejtësisht fundit, me qenë se jemi edhe keq me kohën të ftojtë që ti jesh edhe i përmbledhur në përgjigjen. Si po shihet ky vendim i administratës Trump më pas nga emigrantët atje? Ka pasur reagime të tyre? Po, zotëri Blendi, pezullimit dhe zhvillimit e fundit pra lidhur me vizat në Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilët pra kanë prekur një numër shumë të madh të qytetarëve në mënyrë globalisht në tërë botën, kanë pasur reagime të fuqishme edhe nga ana e organizatave të cilat merren me çështjen e lirive dhe të drejtave të njerëzit, duke theksuar se këtu janë cënim i vlerës së demokracisë amerikane, por edhe cënim i vlerës të integritetit dhe personalitetit të individëve, sepse Shtetet Bashkuara të Amerikës janë një nga vendet me demokraci më liberale në botë, ku pothuajse të gjithë shtetasët e vendeve të tjera të cilët kanë qenë të dhënuar nga liritë dhe të drejtat e tyre, përkatësisht të privuara në vendet e tyre, kanë gjetur një azil, një strehim politik në Shtetet Bashkuara të Amerikës, tani me vendimet e administratës së presidentit Trump janë kthyer në një revansh apo në një bumerang ndaj këtyre lirive dhe të drejtave të njerëzit, ka pasur reagime të ashpra pikërisht nga organizata jo qeveritare, jo fitimprurse që veprojnë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, nga organizatat që merren me liritë dhe të drejtat racore të njerëzit, si dhe me fondacione të ndryshme humanitare, të cilat pra qëllimi i tyre është ndihma e emigrantëve të huaj të cilët vinë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Reagime të fuqishme ka pasur këtë ditë, por pritet që reagime të ketë edhe në vazhdimsi, pasi që disa analistë politik në Washington vlerësojnë se politika e presidentit Trump është e gabuar qoftë politikën e jashtme, dhe tani me pra pritën janë edhe zgjedhjet e mes mandatit këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës ka mesin nëntorit, ku pritën pra zgjedhjet e reja në dhomën e përfaqësuesve, ku sipas të gjitha sondazheve Partia Republikane e udhëhequr pra nga presidenti Donald Trump do të person një humbje të madhe në dhomën e përfaqësuesve, përderisa në dhomën e lartë të Kongresit në Senatin Amerikan pra pritet që ndoshta nuk do të ketë ndryshime, por ajo në dhomën e ulët të Kongresit pritet që do të ketë ndryshime në muajin nëntor të këtij viti. Ulliçi, unë të falenderoj për kohën dhe gatishmërinë dhe për gjitha sqarimet që i bët sot në mesditë. Faleminderit Blendi, përshëndetje edhe një herë juve, stafit realizues dhe të gjithë teleshikuesve të televizionit të venir në Prishtinë dhe kudo që ata gjenden. Faleminderit për ftesën.